Nga veshjet kalojmë në diçka tjetër. Kolegu im Arbri ka udhëtuar për në qytetin e Prizrenit për të sjellur tek ju një material të cilin nuk do e zbuloj unë, por do e zbulojmë bashkë gjatë minutave në vazhdim. Qëndroni me ne. Kjo është pamja më e re e qytetit të bukur dhe të lashtë të Prizrenit. Është ky grafiti mural Shore of Hope, ose në shqip Bregu i Shpresës, i cili u punua me shumë përkushtim nga artistja Fitore Isufi apo siç njihet me emrin artistik Koja dhe stafi që ndihmuan në realizimin e një arkitekture perfekte përgjatë lumit Bistrica. Ky grafit mural është i gjatë rreth 300 metra dhe objektet që janë paraqitur në këtë mural janë artefakte që tregojnë dhe dëshmojnë për një lashtësi të hershme të këtij qyteti. Për ta bërë më të veçantë dhuratën që i bëri Prizrenit, Koja vendosi që punimin e saj ta promovoj edhe me anë të një dokumentari ku paraqiti gjithë thurinë e realizimit të këtij projekti dhe ky dokumentar një herë u promovua në hamamin e Prizrenit. E kemi quajtur ashtu për faktin se pikërisht ndodhet në Breg, është afër lumit dhe aty te Bregu është jeta, është shpresa, është këmbimi i ideve, i dashurisë, i tash e themeve, i fjalëve, kështu që aty është shpresa. Ku është Bregu i Shpresës dhe për këtë arsye kemi quajtur Bregu i Shpresës. Kjo është një vepër monumentale artistike që për bazë ka muralin, edhe e inspiruar jam jashtëzakonisht shumë për Prizrenit, u marr parasysh se është qytet i lashtë, është qytet i traditës, trashëgon një kulturë qoftë historike, qoftë natyrore dhe tradicionale, prandaj normalisht që nuk ka pas se si me ikë dhe mos me mbete inspiruar. Mbi gjitha jam inspiruar nga lashtësia dhe nga trashëgimia në këtë rast materiale e kulturore. Lashtësinë dhe trashëgiminë, do të thotë vepra jote është një ndërlidhje mes të kaluarës edhe të tashmet edhe është kjo pikërisht arsye pse e ke bërë në Prizren, edhe me sa kuptova unë, domethënë veprat që gjenden aty janë pjesë e trashëgimisë që janë zbuluar në Prizren. Faktikisht unë kam përdorur artefakte që janë gjetur gjatë çrregimeve arkeologjike në rajonin e Prizrenit dhe si të tilla ato janë shumë të lashta, i përkasin shekullit 4, 5 dhe 6, janë artefaktet si Menada apo vrapusja Prizrenit, është Bricjapi dhe është Lajmtari. Unë jam munduar që të i risjell në një kohë moderne, në një kohë bashkëkohore, në epokën tonë, sigurisht për bashkëtuar me ne dhe për të krijuar një trashëgimi tashmë kulturore shpirtërore. Që për këtë arsye unë i kam le të themi kam risjell të modernizuara, por gjithmonë duke i dhënë shumë respekt dhe shumë vlerë asaj që është gjetur në rajonin e Prizrenit. Unë kam treguar një proces të tërë jetësor përmes këtyre artefakteve. Unë jam mundu që për shembull Bricjapi është i gjetur si statik, si formë tillë statike si artefakt, ndërkaq që unë i kam dhënë jetë, ja kam dhënë vrapin. Sa i përket Menadës Prizrenit, ajo e ka vrapin, ja kam dhënë gjumin. Ajo është në mes jetës, vdekjes, meditimit, gjumit dhe ndron gjithkohës për vrapin e saj, për lashtësinë e saj. Dhe po ashtu dhe Lajmtarit, unë i kam dhënë një tjetër proces jetësor, herë kam bashkuar me Menadën, herë kam shtrirë për që të pushoj, herë të ndroj, kështu që një farë forme kam treguar një proces jetësor përmes lashtësisë dhe e kam lidhur sigurisht me tashmen, sepse kam dashur të shihet puna se është punuar sot. Dhe jo të duket sikur të është punuar shumë kohë më parë, por normalisht e kam punuar me fantazinë dhe imagjinatën time që përkon me kohën e sot në modern. Unë kam punuar faktikisht gjithë ideja ka qenë le të themi e skicave, gjithë zhvillimit e procesit artistik dhe kreative imja, por që kam pasur edhe disa vullnetar aktiv, të cilët më kanë ndihmuar sigurisht duke u bazuar në instruksionet e mia artistike dhe ka pas edhe vullnetar të tjerë që kanë qenë turist, të cilët kanë prit njerëz turistë. E kanë mirëpritur jashtëzakonisht shumë.
Jo, absolutisht jo. Më kanë dhënë shumë kënaqësi, ata kanë pasur gjitha pajisjet e punës, i kanë marrë instruksionet e mia dhe kanë punuar dhe normalisht për një muaj kohë sa kemi punuar ne ka mjaftuar për ta shtrirë pothuajse 300 metra është pikturë, faktikisht është 300 metra punë kreative dhe ka qenë e vështirë për faktin se muret faktikisht kanë qenë shumë të paruajtura, ka qenë një beton shumë i vrasht, i cili ka kërkuar angazhim të dyfisht, me i përsërit skicat, me i përsërit çdo detaj për dytën dhe për shtretën hanë, që ka qenë një proces i vështirë, por mbi gjitha na ka dhënë shumë kënaqësi. Uroj që vetdia e qytetarëve të Prizrenit me gjithë këtë lashtësi të shihet gjithë Kosovës, gjithsesi, po me që këtë vepër ja kanë falë qytetit Prizrenit, unë uroj që vetdia e tyre të jetë ashtu siç është historia dhe kultura e tyre dhe ta ruajnë dhe të bëjnë të tilla shumë e më shumë në muret e vdekura të qytetit e cilat ka nevojë me i dhënë shpirt përmes artit publik. Artistja thot se ju bërë një dhuratë qytetarëve dhe qytetit të Prizrenit, ndërsa edhe vetë qytetarët theksojnë se ndahen shumë të kënaqur me këtë realizim dhe mendojnë se ky punim ju ka shtuar bukurinë qytetit të tyre. Ndohet një iniciativë shumë e mirë, po ashtu po më pëlqen shumë kjo iniciativa që u organizu në një ambient tillë, u bë diçka pak më ndryshe se zakonisht që shkohen. Ty personalisht vepra, domethënë realizimi i tyre ç'është aty? Mu ka dogë shumë një... Përkullimin e ndonë që po me dhënë? Po menoj që ka qenë një iniciativë shumë e mirë dhe diçka që nuk u apliku ma herët në komunën e Prizrenit dhe ka pëlqyer shumë si projekt. Që ka me besu të rritë përgjithësi këtë? Pa i shpresoj që nuk e dëmtojnë, edhe besoj që kam i pëlqyer shumicës trive si moshës teme. Format janë konë shumë interesant, dyqysh Prizreni s'ka pas më herët qatë formën e artit, më ka pëlqyer përgjithësi, edhe... Qysh mendon që kanë me pritë asje këtë? Pa, i mendoj që kanë me pëlqyer krejt, se është interesant. Realizimi i veprave të tilla nga artistë rinj mbetet dhe vlerësohet shumë, posaçërisht kur në veten ndërlidhen të kaluarën e trashëgimisë kulturore me atë moderne, ku përmes artit mundohet ta ruajnë, ta promovojnë e të krijojnë vlera të reja arti.